Salutong, unë jam Arsim Mehmeti, pronari i restoranit Anda, njëkohësisht edhe shef kuzhine, kështu që sot do të bëjmë diçka me një peshk levrek në kryp, edhe në furr. Kështu që po e presim peshku me në notu dhe këtu. Që na ka pru Arsimi, fillimisht do më thonë, përbërësit kryesor që na do është peshku, që kjo është levreku, i pastrum, hazdër, dhe dëbar të ves, limoni, këto e këna qitë veç sa për dekorim, për se njërës na duhet, edhe krypa e trash, apo krypa e turshis. Fillimisht e dajmë na dëbar të ves prej të kuqës. Neve na duhet vetëm të bardhë, jo të kusht. Kemi prapërsisht 2 kg kryp. Sa ma i madh është peshku, na duhet kryp ma shumë. Është një peshk me pesh deri në 260 gram, jo ma shumë. Të e largojmë, përdorëm për diçka tjetër. Une pja që strit barë të vesë në 1 kg. Pse të barë të vesë? Se dhe bën krypën të ngjitur. E bëm krypën që mos me u derë, se du të me u pështjellë peshku krejt, do më thonë komplet, poshtë edhe naltë. Fillimisht po e përzi me luk, mirë po unë zakonisht e përzi me gishta, me dorë, sepse e kam ndjesin ma të madhe, a është homogenizu krypa me të barë të vesë, do total, do më thonë, krejt do të me qenë e langshme. Se kur hinë furë kjo bot e fort. Peshkun e pështjellë me kryp. Veç do të me përzi mirë, që me qenë krypa edhe të barë të vesë shumë është dyzume, do të me qenë, do më thonë, homogenizume, në gjituna. Që kjo qështu është, jaftan. Një flegë limoni ja futë në mes, sa do kudo pak, qështo. Fillimisht ja bujmë një shtres, poshtë, qështo, jo shumë me zgjënu. Shtrim peshkun në këtë mënyrë që me qenë mos me prek tepsi, as kryt, as bishë zgudzon me prek kurkon, do më thonë duhet krejtësisht me konë i pështjellur me kryp. E mlojmë qëto. Pjesës ma të nalë peshkut. Lirisht mujme me bo 1 gisht e gjys apo 2 cm apo 1 cm gjys kryp. Do të me gjesh pak, që qështo.
qesë më hala. Pa kryt pak do të mja blu krejt. Që qështu. E ngjeshëm që mos me lanë me u qka për derë krypa, mos me lanë me u me hi ajri me, se po hi një ajri dhe me thonë nuk del ashtu qysh kem qef, edhe nuk del kvaliteti i mirë. Të pas kujdes mirë, vetëm një anëzon, që shtojmë na kuzhinet, një anëzon frymën. Që qështu. Esenciali është sa është trash krypa poshtë, ashtë duhet me konë naltë. Sepse pjekja bëhet njësoj. Gjatë pjekjes, veja dhe krypa nuk lejon depërtimin e avullit apo të atyne langjeve të peshkut me dalë jashtë. Domethënë kreta ajo zihet edhe përgatitet ketën veti. Kjo është gati tash me hin furr. Furrën e kemi lshu, e kemi bën 230 gradë. Edhe i lëmë qështu parafërsisht për me qitë furrë duhet 45 minuta. Me qitë furrë. Po, me furrë të restoranit, sepse është peshku 250-267 gram, me furrë të restoranit bëhet për 25 minuta. Eventualisht ma shumë të gjysura. A me kitë furrë, më dhënë sepse është taj temperatura ma madhe, me kitë furrë 45 minuta, 50, mos e prekni. Kështu që po e presi. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, për mbajtjen e qesës e përziej me ujë dhe pam përgatim. Këtë ja shtojmë mishit dhe e ziej. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. U bon 45 minuta që besa 50, edhe të këshymë që kina bo. Me peshk, au bo, su bo. Diçka kina bo, E nalëm furrën, që është. Që kjo është. Bartë e vesë e forcon, nuk e lën me dalë ajër. Po kësaj do tash me marrë një dalët e një qekeq, edhe me qepu sa të më shumë. Mu shumë e thyrë. Për me hongra, e praptojmë krejt. Tani që po bëja i gare që duhet një dalë të një qekeq, po sa është ashtu. Pas kujdes që i mos mi qepu, po të tapë që mi më shohë fort e prishëm peshkut. Kjo e veç. Ja filloj ka pak. Qashtu. Atë provoj me dorë, pak. E tash e marim një brush. Brush apo qetë, pës dhja kem, po kem. Edhe ja pëshim pak qëto, me qitë në pa peshku. Letë.
Ka njerë muet me ndodhë që kur t'ja t'heqni këtë pjesën e sipërme, do jek me gjithë shkuar. Së kur pa problemi. Edhe i rresht, edhe i mirë, edhe krejt mirat i konto. Tash një piron, mirë. Edhe na knosh. Ani që shkon me një vend. Borë, kukë. Lyp pak mund, po është shumë e shishme. Këtë landit e të mërënë. Na bof mirë.